Po bën gati 2 muaj nga tragjedia e kopshme që ndodhi në Koçan, ku jetën e humbën 62 persona, kryesisht të rinj, ndërsa afro 200 personat e tjerë u lënduan. Disa prej tyre ende po ballafaqohen me lëndimet e marra nga zjarri i tmerrshëm që kaploi diskotekën Puls. Sot, drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore Sasho Klekovski në tribunën Koçani është prioriteti ynë, e cila u mbajt një qeveri dhe ishte i dedikuar për tragjedinë në Koçan, informoi se 12 nga të lënduarit ende po marrin trajtim spitalor. Kemi 38 të lënduar që marrin fasha dhe trajtime të ngjashme, 4 në 8 shtator, 26 janë në Shën Naumi Ohrit, 5 janë në Koçan dhe 3 janë në Sistina. 46 persona po i nënshtrohen terapisë fizike, të gjithë janë në Koçan. Është e mundur që një person të jetë në 8 shtator. Trajtim me PRT, plazmë me ose pa trombocite, po kryhet tek 16 të lënduar dhe është një trajtim superior për zvoglimin e shenjave nga djegjet. Ndërkaq, drejtori i shërbimeve për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, Ivica Tomovski, foli për aktivitetet e realizuara në pjesën e logjistikës, veçanërisht në aspektin e mbështetjes së familjeve që u thuan së bashku me të lënduarit që u trajtuan jashtë vendit. Atë ditë fatkeqe në takim koordinues për kriza, qeveria ngarkoi shërbimin për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, të jetë logjistikë dhe mbështetje për njerëzit që do të trajtohen jashtë Maqedonisë. Këtu do doja të shpreh një falënderim të madh për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Mbrojtjes, të cilat ishin mbështetje logjistike në terren, veçanërisht jashtë vendit, si dhe për të gjithë ambasadorët që ishin mbështetja jonë dhe mbështetje për pacientët. Ai deklaroi se më njëherë u publikua numri i telefonit, i cili edhe sot është në dispozicion për të gjithë personat që u prekën nga kjo fatkeqësi. Tomovski informoi se nga rezervat e buxhetit të shtetit janë ndarë 30 milion denar për të ofruar ndihmë për transportin dhe akomodimin e personave shoqërues të këtyre pacienteve dhe se deri në këtë moment janë shpenzuar 21 milion denar nga paratë shtetërore.